se gjyqit në Hag. Të masarojmë faktin se Hashim Thaçi po shkonte në takim me Donald Trumpin, ku Jack Smith është ndaluar. Është ndaluar dhe është arrestuar. Dhe besojmë që aleat jonë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të japin kontributin tyre për të kthyer lirinë atyre që i sollën lirinë Kosovës. Mirë, do të mbetemi pak edhe tek protesta për disa detaje organizative. Do t'jetë e gjatë, si është menduar, ka një kohë zgjatje, besoj nga institucionet zyrtare të Tiranës nuk keni pasur asnjë problematik për marrjen e lejes. Ne nuk kemi patur asnjë pengesë nga institucionet, na i dua t'i falenderoj. Dua ta ndaj me publikun dhe të qartësoj sepse ka patur komente, jo e ka organizuar PS-ja, jo e ka organizuar i thash organizatorët. Të gjithë të tjerët janë aksesor. Organizatat e veteranëve të luftës së UÇK-s janë organizatorët. Ne të tjerët jemi mbështetës, Unioni Artistik Kombëtar Shqiptar, shoqatat patriotike, shoqata Tirana, pra janë 20 shoqata patriotike janë bashkuar me një deklaratë publike që mbështesin këtë tubim që fillon në orën 17 në sheshin Skënderbej. Keni pak a shumë një parashikim sa mund të zgjasë apo? Po të them dhe detaje. Pse kemi zgjedhur sheshin Skënderbej? Kemi zgjedhur sheshin Skënderbej sepse është sheshi që mban emrin e simbolit kombëtar e shtetëror Gjergj Kastriotit, Mojsiut tonë. Sepse shpata e Gjergj Kastriotit është si shkopi magjik i Mojsiut. Që ai siç ndau detin për gjysmë, Mojsiu me shkopin e tij edhe Gjergj Kastrioti ndau për gjysmë kuçetën azjatike. Ky miting do të zgjasë diku rreth një orë. Një orë. Po. Pas këtij mitingu kemi shfaqjen e një filmi tek Salla e Kulturës, se kishës ortodokse. Disa gjemë nga Kosova kanë sjellë një film që sjellin dëshmi tronditëse të mizërive të Serbisë. Sepse ata kanë ngritur akuzë ndaj drejtuesve të UÇK-s me shifra, me fakte, aktet mizore. Janë të pashembullta për te imagjinatës njerëzore, për te çdo limitit imagjinatës njerëzore. 74 vrasje të regjistruara masive. 100 vrasje masive i ka bërë Serbia në Kosovë. Dhe për i themi disa. Masakra e Erçakut, masakrimi i familjes Adem Jasharit, masakra e Likoshanit, masakra e burgut të Dubravës, masakra e Krushës Madhe, masakra e Pudojeves, e Prishtinës, ka një ser masakrash, pra 74 janë të regjistruara. Mbi 13.000 vëllezër dhe motra të Kosovës janë vrarë. Mbi 20.000 gra dhe vajza janë përdhunuar. Pra krimet të tmerrshme të Serbisë në Kosovë. Që do t'jenë në pjesë të janë 1263 fëmijë në moshën 18 vjeç. Janë rreth mijëra të zhdukur, që s'kanë varre. Pra, kjo panoramë rëndësishme do të pasqyrohet në filmin që do të shfaqet pas protestës. Në protest kemi edhe 2 emra të spikatur, kemi marshin e UÇK-s, pa të cilin s'do ishte kjo protestë, Arif Vladin që sapo e transmetuar. Po, dhe që duhet ta kishim sot për pra her pas here do bëjmë përpjekje sepse është e pamundur komunikimi. Ishte e pamundur komunikimi, ai ka ardhe tash një javë, enkas. Sonde është në Tetov, Shkurt e Fejza, mbyll fushatën e arkitektit, strategjit luftës, arkitektit paqes Maqedonisë Veriut, Ali Ahmeti, dhe nesër do të jetë dhe Shkurt e Fejza për të kënduar këngën e Adem Jasharit, komandantit legjendar të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Kemi zgjedhur dhe një aktor, mjeshtri i madh, Lesh Nikolla, për të recituar një poezi, Zgjohu Kosovë, të numra artistik, do të hapet me hymnin kombëtar, do të këndoj hymnin kombëtar Kastriot Tusha, dhe pastaj do të kemi disa për fjalime përshëndetje. Do të pyes edhe për pjesën e atyre që mund të mbajnë fjalë apo atyre që mund të ishin, sepse në Tiranën tonë patjetër pa u bërë pak politike çdo gjë, pra në vijat të trasha, do të thënë këto janë pak edhe me përjetimet, po, këto janë ato që do t'i kemi nesër, dhe besoj, e i bëj thirrje gjithë shqiptarëve, pa dallim bindjesh politike, pa dallim përkatësish fetare, besimet fetare, pra të bëhemi së bashku për herë të parë në sheshin Skënderbej, në një protestë gjithëkombëtare, në motën unë jam UÇK, ti je UÇK, një komb UÇK, një komb, një histori.